Mbrëmja së shtunës së shoqëruar me momente kaosi dhe pasigurie në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza Norinas, pas një incidenti rrallë, por potencialisht i rrezikshëm ka ndërprerë përkohësisht trafikun ajror. Sipas informacioneve të bëra publike nga burime pranë aeroportit, një avion ka goditur një tuvë zojsh gjatë uljes, duke shkaktuar një situatë emergjente që kërkoi ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet aeroportuale. Incidenti ndodhi rreth orës 19 dhe menjëherë pas tij pista u mbyll për një periudhë prej rreth 60 minutash. Sipas burimeve, goditja me zojsh ka sjell pasoja të mundshme në motorin e avionit, duke detyruar autoritetet të ndërpresin të gjitha operacionet e uljes dhe ngritjes në aeroport. Në këtë kohë, ekipe teknike kanë kryer kontrollin e plotë të pistës, si dhe pastrimin e saj, për të siguruar se nuk ishte mbetje të rrezikshme që mund të kompromentonin fluturimet e tjera. Ndërkohë, qytetarë të shumtë kanë raportuar situatën përmes rrjeteve sociale dhe portaleve. Janë marrë dhjetra mesazhe nga pasagjerët dhe personat që prisnin të afërmit të tyre në aeroport, të cilët janë shprehur të shqetësuar pasi kanë vërejtur avion që qarkullonin në mënyrë të pazakontë mbi hapësirën ajrore të Rinasit, pa mundur të uleshin. Kjo sjellje është e zakonshme në raste të bllokimit të pistës, ku avionet detyrohet të shndrojnë në ajër në një model rrethor deri në marrjen e lejes për ulje. Pasagjerët në këto fluturime kanë përjetuar vonesa të konsiderueshme pas ndërhyrjes së ekipeve të specializuara dhe kontrollit të imtësishëm të pistës. Situata është raportuar se është normalizuar. Pista është e rihapur dhe fluturimet pas një ore kanë nisur dhe operacionet ajrore kanë rifilluar gradualisht duke u rikthyer programin e zakonshëm. Autoritetet portuale kanë deklaruar se janë marrë të gjitha masat për të garantuar sigurinë e plotë të pasagjerëve dhe të mjeteve fluturuese. Megjithatë, pasojat e incidentit kanë vijuar edhe pas rihapjes së pistës, me shumë fluturime të vonuara. Qytetarët që kishin planifikuar të udhëtonin ose prisnin të afërmit e tyre janë këshilluar të kontaktojnë drejt për drejt me linjat ajrore për të marrë informacion të përditësuar mbi fluturimet e prekura. Shumë pasagjerë kanë qëndruar në orë të tëra në terminal në pritje të sqarimit të rikthimit të normalitetit. Ngjarje të tilla, edhe pse të rralla, nxjerrin në parë rrezikët që mbeten gjithnjë të pranishme në sektorin e aviacionit dhe rëndësinë e masave parandaluese, si dhe reagimin e shpejtë nga autoritetet për të shmangur pasojat më serioze. Aeroporti në Tereza ka qenë i përfshirë në incidente të ngjashme edhe në të kaluarën, megjithatë ato janë shumë të rralla.